Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Vajza e Moza Ahmetit habit me deklaratën. Merr vëmendjen e të gjithëve. Pjesëmarrja e Mimoza Ahmetit në formatin televiziv të Fermës ka ngjallur debate të shumta në rrjet, veçanërisht për natyrën e saj pa komplekse dhe dinamikat që krijon me protagonistët e tjerë. Përballë komenteve dhe paragjykimeve të publikut, ka reaguar publikisht vajza e saj, Luka, duke zbuluar një anë krejtësisht të panjohur dhe sakrifikuese të artistes si nën. Përmes një komenti të gjatë në rrjetet sociale, Luka ka marrë në mbrojtje nënën e saj, duke zbardhur vështirësitë e të shkuarës. Ajo ka rrëfyer se Mimoza ka bërë gjithçka për t'u ofruar aty një jetë të mirë, duke qëndruar për 2 dekada në një martesë që nuk i ofroi dashurinë e merituar vetëm për hir të fëmijëve. Për të gjithë kuriozët, Mimo ka qenë mama ideale. Ka sakrifikuar për ne çdo gjë. Ne kishim gjithmonë më shumë rroba, tualete më shumë se ajo, në shkolla private pavarësisht problemeve ekonomike dhe nuk dilte fare. E kishim gjithmonë në shtëpi. Nuk ka marrë dashurinë që meritonte në martesë dhe prap neti 20 vjet vetëm për mua dhe motrën time. Mëtej Luka ka sqaruar edhe sjelljen e Mimozës në ekran, të cilën një pjesë e audiencës e ka interpretuar si flirtim të tepruar. Ajo thekson se gjithçka është në kuadër të spektaklit televiziv dhe se e vërteta jashtë kamerave flet për një grua me parime të forta, e cila ka vënë gjithmonë familjen në plan të parë. Mami e meriton qiellin plot me drona dhe parashuta. E bën kastile që të shikoj të takoj se i ka marrë malli dhe nuk u takuam dot vjet, sepse nuk arrita dot të shkëputem nga puna kur ajo ishte pushim nga universiteti. Për të gjithë ata që mendojnë se Mimo e ka mendjen te çunat, duhet të kuptoni që ajo po bën show dhe nuk është fare karakteri përdal. Përkundrazi, ajo vlerëson martesën dhe familjen mbi çdo gjë. Ky mesazh i ndjerë shërben si një kundërpërgjigje e drejtë ndaj skeptikëve që e kanë gjykuar banoren, duke u bazuar vetëm në personazhin e krijuar për reality show, duke lartësuar kështu portretin e saj të vërtet familjar.